Koncerti premier Kukasti Tirana u dha për 2 net radhazi në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, duke sjellë në qendër të vëmendjes shpirtin dhe traditën e kryeqytetit. Përmes këngës dhe vallësimit, ansambli kombëtar i këngëve dhe vallëve popullore rrëfeu Tiranën si kujtesë, identitet dhe frymëzim artistik. Mendoj që ndonjëherë duhet dalim nga kornizat që kemi vendosur vetes, të eksplorojmë dhe ta shohim veten edhe në versione të tjera. Unë ndjeva mirë një valle që nuk e kisha, kam kohë domethënë që nuk e kam performuar solo, po emocionet janë si gjithë të tjerat, shpresoj dali mirë edhe gjithë publikut ngelet i kënaqur. Krenar jam gjithmonë edhe kur nuk jam solist. Krenar jam me veten time para që kërcej, që performoj, që bëj ato që dua, që gjallëroj me veten, edhe që bëj edhe publikun krenar me performancat e mia. Publiku për mua është kryefjala. Është ajo që na mban gjallë, është ai që na mbështet, është ai që si në rënje dhe si në ngritjet janë ashtu për ne. E falenderoj nga zemra dhe jeni më të mirë për mua. Ishte një emocion me të vërtet shumë i veçantë kjo shfaqje, sepse është një rikthim për mua mbas kaq shumë vitesh në këtë skenë dhe të prekësh skenën e Teatrit të Operës me ansamblin popullor është me të vërtet kënaqësi shumë e madhe. Emocionet e publikut gjithmonë janë ato që na japin ne motivim. Mendon, sa herë që ne dëgjojmë duartrokitjet e publikut, vjen gjithmonë një ide se çfarë duhet të sjell unë për këtë publik kaq që na do kaq shumë dhe na duartroket. Në këtë shfaqje, kënga dhe vallja u ndërthurën si gjuhë e përbashkët artistike, duke sjellë në skenë energjinë e brezave dhe historinë e një qyteti që nuk ka reshtur kurrë së frymëzuari. Publiku Tiranës është nga, mendoj dhe shpresoj të ndajmë të njëjtin mendim, është publiku më i mirë
për pjesën e muzikës popullore dhe krimtaria e Shqipërisë Mesme është një nga krimtaritë më të pasura që ne kemi në artin ton folklorik. Ansambli ka bërë shumë shfaqje dhe ne kemi sjell pothuajse gjithë hartën e Shqipërisë, po kjo ka qenë një nga shfaqjet më të bukura dhe më të ndjera se ku ka më bukur që ti të ndash gjithë dasmën e Tiranës apo repertorin e Tiranës me kompozitorë të mëdhenj si Muharrem Gurra, Edi Balili, të ndash me publikun dhe të këndoj gjithë salla me ty dhe të këndojnë gjithë njerëzit, është kënaqësi shumë e madhe. Them drejtën, unë ndjeva shumë mirë sepse ansambli, të thash dhe herë, pjesa më e madhe e publikut është publik që ne na ndjek në çdo shfaqje dhe janë fanatik të ansamblit kombëtar të këngëve dhe vallëve. Po sonde ishte pak më ndryshe sepse vetë repertori i Tiranës edhe i Shqipërisë Mesme është repertori që këndohet dhe kërcehet edhe gjithë salla ka kërcyer dhe ka kënduar gjithkohës me ne. Kjo është kënaqësi shumë e madhe. Për rreth këtyre 4 viteve kam kërcyer shumë vllazëri të Shqipërisë Mesme të Vallës Tiranëse, ama kjo është risi për mua, është hera e parë që të bëhem dhëndër Tiranës. Një emocion që nuk ka fjalë. Realisht tamam si një dasëm tipik tiranëse. Interpretimet sollën jo vetëm tinguj dhe lëvizje, por edhe kujtesën kolektive të Tiranës, të përcjell nga artistë që e mbajnë traditën të gjallë. Kuka si Tirana nuk ishte vetëm një koncert, por një udhëtim artistik në shpirtin e kryeqytetit. Një shfaqje që rikujtoi se tradita, kur interpretohet me dashuri dhe përkushtim, mbetet gjithmonë e gjallë dhe vazhdon të frymëzojë brezat që vijnë. Në radhë parë, komplet si spektakël, është një rikompozim, është komplet një koncept i ri i shfaqjes regjizoriale për sa i përket lidhjes së gjithë koncertit. Dhe e dyta, sa i përket valleve, të gjithë vallet janë të rikonceptuara, sidomos kolazhi i fundit, i cili është një kolazh për dasmën e Tiranës, ku ka pothuajse gjithë ritualet e dasmës tiranëse. Pra, për çdo numër ka një punë ekstra. Dhe ajo që ne mburremi gjithmonë janë të gjithë të rinj. Për shumicën e vallëtarëve, domethënë këtyre elementit 3, e këto janë vallet 3 komplet. Pra, edhe për ato vallet të cilat janë pjesë të repertorit, po të cilat janë konceptuar, për të rit janë valle plotësisht të reja. Sigurisht që ata u përshtaten me shumë dëshirë, janë djem dhe vajza me një pasion të jashtëzakonshëm, për të cilën ke kënaqësi të punosh. Kjo është shfaqja e parë, është premiera e parë që ne startojmë sezonin e ri të vitit 2026 në kalendar, por gjithashtu edhe një cikël koncertesh të cilat do të jenë në vazhdim. Ky është koncerti i parë, kemi nisur nga Tirana, e cila është kryeqendra e gjithë Shqipërisë,
sigurisht edhe e traditës, dhe do të vazhdojmë pastaj në rrjedhim me qytetin e Shkodrës, me qytetin e Gjirokastrës, Vlora, dhe do të jemi deri në Gjakovën e bukur. Pra është një cikël koncerte zinxhir, të cilët do të pasojnë njëri mbas tjetrit. Koncerti sotëm, siç e shikoni, është kryesisht i përqendruar në traditën dhe trashëgiminë e qytetit Tiranës, në rritet, në këngët, në vallet, në kostumografinë, etnografinë e saj, pra gjithçka të bukur që afron Tirana jo vetëm për Tiranën, por për gjithë shqiptarët, dhe asambli kombëtar i këngëve dhe valleve e ka në objektivat e veta dhe në qëllimet e veta që të përçojë vlerat më të mira të traditës tonë, të trashëgimisë tonë shpirtërore. Do të jetë një shfaqje e interpretuar nga orkestra, nga grupi valleve, solistët e asamblit kombëtar, grupi vokal, por edhe miqve të ftuar. Ka pasur kërkesa të jashtëzakonshme dhe kështu që për t'i afruar publikut, pse jo kënaqësinë edhe të një nate tjetër, kemi menduar që shfaqja do të jetë 2 net. Tirana është marrësi sepse edhe gjeografikisht vetë është kryeqendra e Shqipërisë, është në qendër të Shqipërisë, dhe nga Tirana pastaj përhapen dhe përçohen të gjitha, le të themi, valët dhe emocionet e bukura që asambli do t'i përçojë në të gjithë Shqipërinë, sigurisht edhe përtej kufive tanë. Kemi menduar që kryesisht këto shfaqje në fund të sezonit, kur neve fillojmë kalendarin veror, do t'jenë jo vetëm për publikun këtu në këtë sallë, por do t'jenë edhe në sheshet e hapura, pra gjatë sezonit veror. Do t'i vendosim qytet mbas qyteti.